Ja më larg, nuk kupton se këtu është fundi. Kanë ardhur nga, jo si që ka një dy tjetër. Nuk punojnë mirë institucionet. Por s'ardhë një punues ata më rrogën tërë. Nuk punojnë mirë institucionet. E fatkeqësisë natyrore, kupton? Ora ju keni të drejtë televizor, po shërbim në zezoj. Ku të hemi? Erdhën te Gjirokastës, u tham shumë gjëra. A se çfarë po fare? A se çfarë po? Bëhet problemi më atë kur Vetë edhe treja, nuk e avoja, po. Ja, shikoj edhe vetë tani, që është, nuk është për krah, është për skrepin. Qa ti bëj kësaj tani, ku të kalojnë tani, vinë fëmija. një gjithë smundje, një mundje. Kemi një smundje, natën, ditën, makina s'vjen dot. Qa do bëjmë me këte unë? Janë gjëra natyrore. Janë gjëra natyrore, jo se janë fajtor njerëzit tani. Por njerëzit duan që në natyra kur dëmton, duhet marrë masa njerëzit, more. Ja, të vi shkrepi, të heqin këtu, të lirohet gjadja se një sëmuret, një bje një hal tjetër, ku të shkojnë, ku të shkojnë natën, ditën, duan bërë këto gjëra. Kanalet atje te, mbushur. Po ka dëmtime në bujqësi, janë prishur këto jo domate, jo fasule, jo gjëra kështu qatardet. Janë prishur gjëra të tilla. Nuk kemi ndonjë shpresë që i zgjidhin vetë fshatar këto gjëra. Shiu dhe breshi ishte fatkeqësi natyrore. Por bashkia ka mundësi me thonë. Sa ju ka dëmtuar juve, shiu dhe breshi? Të gjitha perimet që kanë te shtëpia Kosta, që ishin rrushin sidomos e ka ashtu fare. Tani, unë si kryeplak edhe administratorin e kam lajmëruar. As i përgjigje nuk më ka thënë, do t'u them sa. Tani, a u tha, as u tha, ai e di. Më tha do t'u them sa. Atëre, juve si kryeplak, çfarë familje janë dëmtuar nga breshti? I gjithë shati tani, nuk përjashtot nuk se ka ai e ka vetë. Sa mund të jetë dëmi kryesisht në vreshtari apo në ku mund të jetë dëmi kryesisht?
Vreshari në premtari. Në vreshari, premtari, të i ka zënë të gjitha. Të gjitha, shkapi. Sigurisht plak i shtatit para. Ja çaj ka bërë kosti këtu. E ka me patate, e ka mbuluar, nuk duket gjë Para çka. peli kemi juve për autoritetet qendrore, vendore për këtë fatkeqësi natyrore që ka ndodhur. Ore, në rast parë, na ribaroni rrugën një herë të vëmë në shtëpi. Ky zotria më ka marrë 2 herë në telefon, më thotë dua të ikin të veten në shtëpi, thotë se ka për 2 ditë ka llogaritur, nuk ka llogaritur për 1 javë këtu. S'ka ilaç që si smur. Ta hapet rruga, mirë këto breshit nuk ka këto nuk i unë e di që nuk i shikon njëri këto koshat. Po të paktën na hapi rrugën të vëmë në shtëpi. Dëmtoj rrushin, dëmtoj tokat, bëri rrëfe, jo domate, speca, këto kopshtra të gjitha. Rrush të gjithë, këtu në najli baltë, në obor, pa prishë gjadja, e këto. Është e parë që ka ndodhur kjo fatkeqësi. Po kësara Apo ka rënë dhe herë të tjera breshër? Të tjera, po kësara dhe ka bërë dhe më tepër të. Rushin e këto perimet, kopshtra të gjitha. Tokën e ka bërë rrëfe, gjadën. E është marrë burri me ato gjadën. Dhe shteti s'merr masat fare. Çfarë dëmëtia u ka bërë? Mua për shembull kofshin aty që ka mbjell perime, më the tash i ka përmbytur rrugjavoj. Kanales janë pastruar. Ore për mua për vetë time më merr 50000 lekë mall dem. Te puna ime, 50000 lekë. Po atëherë jemi në deni të situatës, pasi na ka kontaktuar edhe njësia administrative SUK, konkretisht administratori i njësisë administrative SUK, duke na bërë të ditur problematikën që shkuam edhe vetë me një grup nga bashkia për ta parë në terren, për ta identifikuar problematikën dhe shumë shpejt, ndoshta nesër që në mëngjes do nisi me pastrimin e rrugës dhe rregullimin e të 2 krahave të rrugës në mënyrë që të evitojmë pjesët e tjera, problematika e tjera që mund të jenë në të ardhmen.